15 prilli njihet ndryshe si Dita Botërore e Artit, një festë për të promovuar zhvillimin, përhapjen dhe kënaqësinë e artit. Kjo ditë është shpallur nga UNESCO në vitin 2019 në nder të Leonardo da Vinçit, një prej artistëve më të famshëm në histori, i cili ka lindur në 15 prill 1452. Tema e Ditës Botërore të Artit 2025 është kopshti i shprehjes, kultivimi i komunitetit përmes artit. Tema e Ditës Botërore të Artit ndryshon nga viti në vit, duke u fokusuar në aspekte të ndryshme si arti ndikon në shoqëri dhe në jetën tonë personale. UNESCO thotë se arti ushqen kreativitetin, inovacionin dhe diversitetin kulturor për të gjithë popujt anëmban globit dhe luan një rol të rëndësishëm në ndarjen e njohurive dhe inkurajimin e kuriozitetit dhe dialogut. Zhvillimi më tejshëm i artit çon më tej mjetet tona për të arritur një botë të lirë dhe paqësore. Çdo vit, në 15 prill, festimet e Ditës Botërore të Artit ndikojnë në përforcimin e lidhjeve midis krijimeve artistike dhe shoqërisë, inkurajojnë ndërgjegjësimin më të madh për diversitetin e shprehjeve artistike dhe nxjerrin në pa kontributin e artistëve për zhvillim të qëndrueshëm. Kjo ditë është gjithashtu një rast për të theksuar edukimin artistik në shkolla, pasi kultura mund të hap rrugë për arsim gjithëpërfshirës dhe të barabartë. Në Ditën Botërore të Artit, UNESCO inkurajon njerëzit nga të gjithë vendet e botës të bashkohen përmes aktiviteteve të ndryshme si debate, konferenca, seminare, ngjarje kulturore dhe prezantime apo ekspozita.